Edhe 3 ditë pas njoftimit të prokurorisë publike se do t'i merr në pyetje deputetët që kanë hapur dyert e kuvendit dhe që kanë orientuar turmën drejt sallës së konferencave natën e 27 prillit, nuk ka detaje tjera se kur do të ndodh kjo. Hetimet tani për tani nuk zbardhin ndoshta detajin kyç, nëse do të thirren deputetët e VMRO, DPMNE-s dhe koalicionit në cilësinë e dëshmitarit apo si të dyshuar. Kjo çështje është e rëndësishme, sepse nëse janë të dyshuar dhe nëse ndaj tyre merren masa, një pjesë e procedurës patjetër të kalojë nëpër kuvend për shkak të imunitetit të deputetëve. Por kryetari i kuvendit thotë se nuk ka pranuar kurrfarë shkrese. Deri në këtë moment nuk ka asnjë kërkesë të tillë nga ana e prokurorisë publike për deputetët, të cilët në incizimet e publikuara shihet se si hapin dyert e kuvendit. Nëse merret një kërkesë e tillë, do të veprohet në bazë të rregullativës ligjore. Sipas ligjit për deputet dhe rregullores së kuvendit, roli dhe njoftimi i kryetarit të kuvendit fillon nga momenti kur organi kompetent do të kërkojë paraburgim për deputet. Procedurat përfundojnë me komisionin për çështje të rregullores dhe mandatit e imunitetit, i cili vendos nëse do t'i merr imunitetin deputetit të dyshuar. Nëse deputeti është gjykuar në mënyrë fuqiplot për vepër penale, mund edhe t'i merret mandati, që bëhet me automatizëm nëse vepra penale është me dënim prej të paktën 5 vite burg. Në prokurorinë publike tashmë janë paraqitur një pjesë e madhe e deputetëve për ngjarjet e 27 prillit dhe prokuroria nuk kishte kërkesa nga kuvendi. Por dallimi është se në të gjitha këto raste, deputetët ishin ose viktima ose dëshmitar të ngjarjeve. Deputetët e VMRO, DPMNE-s dhe koalicionit janë të parët tek të cilët ekziston mundësia që të thirren si të dyshuar.